Transporti publik urban vijon të mbetet një nga mënyrat më të përdorura të lëvizjes në Shkodër, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta të korrikut. Gjatë një vëzhgimi të realizuar në një prej stacioneve të urbanit dhe përgjatë udhëtimit, qytetarët u shprehen se zgjedhin transportin publik, pasi është më i sigurt dhe më ekonomik, por nuk fshehin shqetësimin për temperaturat e larta brenda autobusëve si pasojë e mungesës së kondicionerëve. Kur janë 2-3 nuk presim shumë, 20 minuta. Pa kura një, e kam fjallin që normal ka herë me një urban për 2 ore. Tu del shpjeti, kur banë të letë e vërmaj, atë më marrë shrem, në këtë vend, me trafikë mërën. Si u duke kushtet tani në të? Për një është si kanë bërë gjithmonë, si gjithmonë i se është. Është pak pak? Vapa që kemi bërë. Jo, shpejt ka. Shpejt. Si u duke kushtet? Po mirë, që njën përmesim. A është mënyrë më ekonomike? Ma ekonomike është, kur s'kena një tjetër, që këna me bo. Shoferi i urbanit, Petri Xhabjaku, thotë se aktualisht shërbimi në qytet kryhet me 3 autobus. Urbani përdoret shpesh, përdoret shumë. Faktikisht kanë me t'ka pjesa e pletëve që e përdorin më tepër. Na jena 3 makina jena në punë dhe kryes 10 minuta që jena ka momente që ka trafik. Mund të vajnojnë plus minus 5 minuta. Transporti publik urban funksionon çdo ditë në Shkodër dhe përdoret kryesisht nga qytetarët e moshës së tretë, të cilët e konsiderojnë një shërbim të domosdoshëm për lëvizje e tyre të përditshme.